Krimi rënd në Kosovë. Kjo është 25 vjeçaria që u vra me armë. Zjarri dyshohet se u qellua nga bashkëshorti i saj, ishte në javën e 34 të shtatzanisë. Zbardhen detajet ronditëse nga ngjarja që ndodhi në Malishev të Kosovës, ku një grua e cila ishte 34 javshe u vra me armë zjarri. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e djeshme në fshatin Kërvasari. Për krimin makabër akuzohet bashkëshorti i saj, i cili është gjetur i plagosur në dhomën e tyre të gjumit, ndërsa ndodhet në gjendje të rëndë për jetën në spital. Sipas informacioneve, burri ka privuar nga jeta bashkëshorten e tij, Jetlira Foniqi, e moshës 25 vjeç. Lidhur me rastin janë deklaruar edhe nga policia e Kosovës. Zëdhënësia e policisë për rajonin e Gjakovës, Vlera Krasniqi, deklaroi në njësinë policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ku në një dhomë gjumi kanë gjetur 2 persona të plagosur, një burr dhe bashkëshortja e tij. Gjithashtu, sipas njoftimit të QKUK-s, rreth orës 00:15 të datës 24 gusht 2026 në qendrën emergjente janë pranuar 2 persona nga rajoni Malishevës. Njëri prej personave të pranuar, femër 25 vjeç, ka arritur në qendrën emergjente pa shenja jete me plagë të shkaktuara nga arma e zjarrit. Personi tjetër, mashkull 26 vjeçar, është pranuar me plagë të shkaktuara nga arma e zjarrit dhe aktualisht është duke marrë trajtim mjekësor në qendrën emergjente. Gjendja e tij shëndetësore raportohet të jetë shumë e rëndë, thuhet në njoftim. Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe motivet e kësaj ngjarje janë duke u zhvilluar.